Të nderuar media, ne familjarët e viktimave të tragjedisë në Spitalin Modelar në Tetov, që ndodhi pothuajse 4 vite më parë, i bashkangjitemi letrës së hapur të dërguar nga Iniciativa Zero, drejtuar prokurorit publik të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Ljupçe Kocevski. E gjithë opinioni publik e di se ekzistojnë prova serioze për lëshimin gjatë ndërtimit të Spitalit Modular, të cilin mund të jetë arsyeja e vetme për shpërthimin e zjarrit. Kjo u konfirmua edhe nga ekspertiza gjermane, një dëshmi e pavarur e zjarrit. Kjo dhe e pabesueshme e cila për fat të keq u refuzua nga prokuroria. Prandaj, i nderuar e Ljupço, si tetovar, ju më së miri e kuptoni dhimbjen dhe zemërimin e familjarëve të viktimave dhe të gjithë komunitetit. Kjo nuk është vetëm një çështje ligjore. Kjo është një detyrim moral ndaj atyre që i humbën, por edhe ndaj të gjithë qytetarëve që sot jetojnë në frikë se një tragjedi e tillë mund të përsëritet, ndërsa askush nuk do të mban përgjegjësi. Është koha që dikush të merr përgjegjësi, është koha që drejtësia të del nga sirtari. Si familjar të viktimave kërkojmë nga ju të rihapet hetimi për të gjithë fajtorët e vërtet të zjarrit në Spitalin Modular në Tetov. Të formoni një ekip të pavarur që do të shqirtoj të gjithë aspektet e rastit, përfshirë edhe zvarritjen eventuale të procedurës nga prokurorët. Të garantoni se procedura gjyqësore do të zhvillohet pa ndikim partijak apo të biznesit. Të siguroni transparencë dhe përgjegjësi në punën tuaj, në përputhje me obligimet ligjore. Ekspertiza gjermane le të jetë si provë kyçe në këtë hetim. Ne nuk do të heshtim, do të vazhdojmë të flasim për të dëshmuar, për të dashurit tanë që i humbëm për të vërtet, për drejtësi që na është premtuar, por asnjëherë nuk është realizuar. Faleminderit.